Në kuadër të 21 marsit, njohur ndryshe si dita e sensibilizimit ndaj sindromës Down, në Elbasan organizua një aktivitet që përfshiu fëmijët e shkollës Zëra Jete. Për më tepër, ju ftoj që të ndiqni kronikën e përgatitur. Në kuadër të 21 marsit, njohur ndryshe si dita e sensibilizimit ndaj sindromës Down, në Elbasan organizua një aktivitet që përfshiu fëmijët e shkollës Zëra Jete. Të kesh një fëmijë me sindromën Down apo të prekur nga autizmi, vijon të mbetet sfida më e madhe për 1%. Nertila Hida vjen nga një fshat i Elbasanit dhe prej 4 vitesh, çdo ditë e sjell djalin e saj në shkollën speciale për të ndjekur mësimin. Thotë se për të është e vështirë, por nuk ndalet të luftuari për djalin e saj. Edhe për drejtoreshën e shkollës speciale Zëra Jete në Elbasan, aktivitetet të tilla ndihmojnë në përshtatjen dhe pranimin e këtyre fëmijëve nga pjesa tjetër e shoqërisë. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe studentë të cilët ju dhuruan të vegjëlve momente plot dashuri. Patjetër që ka ndryshuar qasja, kemi vite që flitet për arsim gjetëushqirës dhe këta persona, pra jo vetëm personat me sindromën Down, por gjithë personat me diagnozat të ndryshme janë të integruar në shkollat të zakonshme ku janë edhe mësuesi mbështetës, kështu që janë të shpërndar kudo, qoftë në shkollat e zakonshme, qoftë në shkollat speciale. Është shumë e vështirë sepse nuk përqendrohet, nuk i flet, nuk të dëgjon, pastaj shqetësohet, por në momenti që të bën shumë, më shumë sa është ai bë muna, e vuaj shumë këtë pjesë. Në moshën, unë kam diktuar në moshën 4 vjeç, që kam që e kam fiksuar që në moshën 4 vjeç, e po ai fakt që kur lindi, më kaloja të fëmijës, edhe nuk kapte pjesën e gjoksit. Pastaj nuk e kuptova, nuk kishe shenja, ishe tamam, fëmijë tamam, nuk kishe shenja, ishe i përqendruar, pastaj në mosha 3 vjeç, 4 vjeç, pastaj që u dallua shumë mirë. Pastaj në qendra autizmit, dëshira ishte pastaj që unë të njihja edhe këtë shkollën. Nuk ishte se e kisha të detyruar për shembull të vija këtu o s'ka. Është një tip që është shumë i qetë, i dashur, do sa më shumë të lëvizi, sa më shumë do të dali, nuk është tip që të rri vetëm i vën ose të Atëherë ne jemi të nderuar që jemi sot këtu, jemi bashkuar këtij aktivitetit me një mesazh shumë të fuqishëm për të pranuar diversitetin, pranimin dhe pa diskutim dashurinë pa kufi. Studentët e klubeve studentore janë sot në këtë aktivitet për të sjellë energji dhe pozitivitet dhe për të përcjellë një mesazh unik i cili është se çdo kush është unik dhe ka vlerë të paçmueshme në shoqërinë tonë. Pa diskutim që në pozicion dekanës që mbaj jam shumë krenare dhe e lumtur që studentët përçojnë mesazhe të diversitetit, përçojnë mesazhe dashurie dhe për më tepër përçojnë një mesazh të jashtëzakonshëm që le ta bëjmë këtë shoqëri një vend më të mirë ku gjithkush vlerësohet dhe pa diskutim ka peshën dhe rëndësinë e vet. Pra sot të gjithë duan të falim vetëm një mesazh, dashuri, siç dhe ato e marrin nga këto fëmijë. Në vitin e dytë të studimeve dhe gjithashtu viti i dytë që angazhohem me klubin e muzikës. Këtu jemi jo vetëm klubi i muzikës, po edhe klubi i bamirësisë edhe i arteve. Jemi munduar të krijojmë një aktivitet që përkon për ditën sot, edhe nuk kemi ardhur thjesht për të kënaqur apo thjesht për të kaluar një kohë të mirë, po kryesorja e ditës së sotme është që të falim dashuri edhe t'i japim një mesazh pozitiv për ditën e sotme edhe të bëjmë aq sa mundemi